Dashur shok, shoqe, koleg, antar të hershëm dhe antar të rinj të këtij grupi. Urime dhe falënderime njëkohësisht. Urime të gjithë bashk për fitoren e arritur bashkarisht dhe faleminderit gjithkujt ndër ju për vlerën e shtuar që solli secili dhe secila këtu në këtë arritje historike për Partinë Socialiste. Partia s'është qëllim, po mjet për të luftuar për qëllimet. As fitoria në zgjedhje nuk është qëllim vetvete, por për të arritur qëllimet duhet të fitosh zgjedhjet. Fitoret nuk na duhen për të mundur të tjerët, ky nuk është sport, edhe pse ngjan shumë me sportin. Fitoret na duhen për të përmbushur misionin historik që kemi. Për të ndryshuar përgjithënjë Shqipërinë, duke zhvilluar ekonominë, garantuar drejtësinë, përmirësuar arsimin dhe shëndetësinë, forcuar sigurinë, rritur reputacionin ndërkombëtar, ta dheu ton dhe bërë histori me antarësimin e vendit ton në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Kemi mësuar se për ta vënë tërësisht në funksion të këtij vendi një fitore të arritur, na duhet një punë e madhe me veten në radhë të parë. Përsëri këtë herë, po akoma më shumë se çdo herë, me ende më shumë thellësi dhe vendosmëri, duhet ta nisim nga vetja për ta ndarë mendjen si duhet mbi disa gjëra që duhen parë ndryshe, duhen kuptuar ndryshe dhe duhen bërë ndryshe. Në nivelin e udhëheqjes partisë, të grupit parlamentar, të qeverisë, padyshim dhe kur flas për nivelin e udhëheqjes, kam parasysh pikërisht këtë grup udhëheqjes që është këtu. Na duhet me dorëmos një mirëkuptim i plot brenda nesh për t'u siguruar dhe pastaj për të siguruar popullin shqiptar, si edhe familjen e Bashkuar Evropiane, me fjalë të përputhura me veprat se ne do ta përdorim fuqinë e jashtëzakonshme të mandatit 4 në radhë të parë si një fuqi të madhe vetkorrigjuese. Jemi ngjitur aq lart sa askush nuk e ka besuar. Dhe duke u përpjekur të reflektoj për pse dhe si në kësaj ngjitje, unë besoj se mbi të gjitha kjo ka ndodhur sepse kemi arritur të nxjerrim më shumë nga vetja pas çdo fitoreje. Ne e dim si 1 dhe 1 që bëjnë 2,